do ta bëjmë, sot do ta bëjmë, nesër është para pallatit, pronari vdiq, edhe në bazë udhëzimeve shtetërore që afishonin këta ASK-s apo të atyre institucioneve edhe vetë, thoshin që ja e kemi hapur në gazetë dhe bëjnë të komenda si mbas këtij projektu. Bëjnë të komenda mbyll, po përgjigje s'ka. Tani shpresoj që të ndërrojnë. Dhe sot u futëm e takuam brenda dhe na tha që deri në prill. 5 prill do jetë afati fundit i legalizimit për të marrë vendimin. Afër tyre është legalizuar një pallat tjetër në mënyrë korruptive. Pra do të thotë që aty ku korrupsioni funksionon, funksionon edhe legalizimi. Aty ku qytetarët duan të përfitojnë dhe të marrin të drejtën e tyre, ashtu siç ka me ligj, nuk funksionon, nuk ecën. Gjithsesi, unë shpresoj që afati që u përcaktua t'i mbahet, se ndryshe banorët 24 familje bashkë me fëmijët e tyre do të vinë pranë këtij institucioni do shtojnë më shumë. Edhe do shtojnë më shumë.